Nisida është fakt, paktën pjesa përqim pak teknik, përveç pjesës politike. Në vitin në shkurt duhet ishte dorëzuar raporti i Barit. Duhet kishte kaluar. Po, duhet kishte kaluar. I Bar është nisja, le themi, nisja e mbylljes së kapitujve. Pra Shqipëria ka hapur kapitujt dhe duhet filloj procesi i mbylljes së tyre. Por raporti provimit ta kuptoj shqiptar. Janë hapur, po s'është janë shpërndarë testet dhe po mbledhen për të korrigjuar. Por në shkurt do duhet ishte kaluar, por nuk ka ardhur ky raport. Dhe edhe në komisionin e jashtëm e kanë kërkuar deputetët e opozitës. Pse nuk kaloi në shkurt? Pse nuk kaloi në shkurt? Jo vetëm të opozitës, por edhe socialisti Igliasani ka kërkuar diçka të tillë, madje ka thënë që ka kërkuar si thua llogaritë se përse nuk ka kaluar. Tani, drejtësia është ajo, lufta ndaj korrupsionit, diçka e tillë u tha në Tiranë, në mes të Tiranës, në mes të ditës nga McAllister, i cili ka cilësuar një test për qeveri luftën kundër korrupsionit. Kështu që thënë më thjesht se kaq, nuk besoj se mund të mos kuptohet nga çdo shqiptar. E aq më tepër nga zoti Rama, i cili është i qartë në këtë mënyrën e tij, me këtë gjuhën me batutat ku do të fshehi apo do të kamuflojë çdo pengesë apo çdo shqetësim. Por që ka ngecë, domethënë që ka një ngecje, kjo është fakt, sepse duhet kishte kaluar që në shkurt, sot jemi në prill dhe akoma jo. Kështu që Shqipëria Europiane 2030, me të cilën Partia Socialiste pompoi kaq shumë dhe që ishte kauza e saj për zgjedhjet, kjo do shihet, të mos e paragjykojmë, të mos jemi në një listë, të gjithë duam mbylljen integrimin europian, por kjo do shihet. Nuk e di nëse do ishte mundur gjithmonë për të ndjekur një deklaratë me për shqiptarët, zoti Lubonja. Ja ta pyesim pak zotin Lubonja. Si e keni parë Ramën ditëve të fundit, zoti Lubonja, me këto deklarata për integrimin dhe a ka ngecur integrimi? Shiko, unë që ta zgjerojmë pak këndin lidhur me integrimin dhe duke përmendur edhe këto shtetet si Gjermania për shembull, mendoj që faktorët e integrimit, e futjes së Shqipërisë në Evropë nuk janë vetëm ato që kanë të bëjnë me standardet, pra sa ke realizuar standardet ti, apo jo, që do ishte gjëja më e mirë për ne shqiptarët,